A ka ndodhur ndonjëherë që të dëshironi të lini një përshtypje vërtet të thellë pas një bisede? Sot do të zhytemi në një sekret nga vetë mjeshtri i lidhjeve njerëzore, Dale Carnegie. Bëhet fjalë për një teknik, është aq e thjesht sa duket geniale dhe aq e fuqishme sa mund të transformojë çdo ndërveprim tonin. Pra, le t'ja nisim. Sigurisht, kush nuk do të donte, apo jo? Po ja ku është çështja. Shumica prej nesh mendojmë se të jesh një bashkëbisedues i mirë do të thotë të jesh imprekt, gazmor, plot me histori për të treguar. Po sikur e vërtetat ishte, krejt e kundërta? Sikur përgjigjja ishte shumë më e thjeshtë dhe ç'është më e rëndësishmja, shumë më e fuqishme? Dhe ja ku e kemi, qelësiart direkt nga vetë Carnegie. Është koha ta harrojmë gjithçka që kemi menduar se dim për të qenë interesant. Nuk ka të bëjë me historitë tona, shakat apo arritjet tona, as pak. Carnegie e kthen gjithçka përmbys me këtë ide kaq të thjeshtë. Fuqia e vërtetë e lidhjes nuk vjen nga goja, por nga veshët. Pra, le të fillojmë me parimin e parë. Arti i të bërit një dëgjues mjeshtër. Tingëllon thjesht, apo jo? Por në fakt është një art i vërtet. Dhe për të kuptuar fuqinë e tij, nuk ka shembull më të mirë se një histori. Një histori që vetë Carnegie tregoi për një darkë që ja ndryshoi të gjithë këndvështrimin. Përfytyroni pak skenën. Carnegie ndodhet në një darkë elegante, ulur pranë një botanisti shumë të famshëm. Carnegie, ai s'dinte asgjë për bimët, absolutisht asgjë. Në vend që të panikojë apo të hiqej si i ditur, ai bëri diçka krejtësisht radikale. U bë student. Me një kuriozitet të vërtet, ai thjesht dëgjoi. Ai e la botanistin të pikturonte të gjithë botën e tij me fjalë, duke folur pafund për kopshte dhe eksperimente të rralla. Dhe këtu ndodh magjia. Në fund të mbrëmjes, botanisti i thot mikpritësit se Dale Carnegie ishte bashkëbiseduesi më interesant që kishte takuar ndonjëherë. E pabesueshme, apo jo? Njeriu që pothuajse nuk foli fare u quhet bashkëbiseduesi më i mirë. Pse vallë? Sepse ai i ofroi botanistit duratën më të rrallë dhe më të çmuar nga të gjitha, vëmendjen e tij të plotë të pandar. Dhe keni parasysh, ky nuk është dëgjim pasiv, nuk është thjesht të presish radhën për të folur. Jo, siç e tha dikur një president i Harvardit, ky është një aktivitet i vërtet. Truri është plotësisht i angazhuar, ka kontakt me sy, ka pohim me kokë, personi është plotësisht i pranishëm aty. Është sikur t'i thuash tjetrit pa fjalë, për këtë moment ti je njeriu më i rëndësishëm në botë. Dhe kjo është lajka më e madhe nga të gjitha. Tani, le ta kthejmë pak medaljen. Cila është receta e sigurt për t'u bërë personin më i mërzitshëm në dhomë? Carnegie na jep me pak ironi. Hapi parë, të flasësh pa pushim për veten. Hapi dytë, të mos dëgjosh kurrë. Dhe hapi tretë, të ndërpressh sa herë të vjen një ide. Të gjithë njohim dikë të tillë, apo jo? Janë ata që e thithin gjithë oksigjenin nga dhoma, të dehur nga zëri i vet. Por nuk duhet menduar se kjo vlen vetëm për të bërë miq në festa. Jo, as pak. Në botën e biznesit, kjo aftësi nuk është thjesht e dobishme, ajo mund të vlejë miliona. Një bisedë gabure mund të prish një marrëveshje, ndërsa një bisedë duhur mund të ndërtojë një perandori të tërë. Dhe historia e Julian Detmer na tregon saktësisht se si. Përfytyroni pak këtë skenë. Dera e zyrës së Julian Detmer hapet me një vrull të jashtëzakonshëm. Brenda hyn një klient i vjetër me fytyrën të kuqe nga inati, duke tundur një faturë në ajër. Ai nuk po bërtet thjesht për disa dollar. Ai po kërcënon se do t'jap fund viteve të tëra bashkëpunimi. Gjithçka po shkrymoqet për shkak të një keqkuptimi fare të vogël. Në atë moment, Detmer ishte në një udhkryq kritik. Rruga e parë ishte ajo e lehta, instinktivja, të mbronte kompaninë, të argumentonte, t'i provonte klientit që e kishte gabim. Kjo ishte rruga e egos, dhe në fund të saj ishte një klient i humbur për gjithmonë. Por kishte edhe një rrugë tjetër, një rrugë më të vështirë, por pafundësisht më të mençur. Dhe ja se çfarë bëri Detmer. Ai nuk tha asnjë fjalë, thjesht dëgjoi. Ai la klientin të shfrynte gjithë ankesën, gjithë frustrimin, gjithë zemërimin, dhe vetëm pasi klienti mbaroi plotësisht, vetëm atëherë Detmer foli. Por ai nuk tha, ju e keni gabim. Ai tha diçka krejtësisht të papritur, diçka që çarmatosi. Dua t'ju falenderoj që erdhët në Chicago për të më treguar për këtë. Më keni bërë një nder të madh. A mund ta imagjinojmë pak tronditjen e klientit? Ai erdhi për luftë dhe gjeti paqe. Erdhi për një armik dhe gjeti një aleat. Brenda pak sekondash, i gjitha i zemërim thjesht u shkri. Jo vetëm që u qetësua, por pranoi një ftesë për drek dhe
bëri porosin më të madhe që kishte bërë ndonjëherë. Vetëm duke dëgjuar, Detmer e ktheu një armik të mundshëm në partnerin e tij më besnik. Pra, e kuptuam, dëgjimi është themeli, por tani do të ndërtojmë mbi këtë themel. Kalojmë tek parimi i dytë, që është niveli tjetër. Nuk mjafton të jesh thjesht një dëgjues pasiv. Ideja është të bëhesh një katalizator, të gjesh atë Chelsea-n që hap zemrën e tjetrit dhe ta inkurajosh të flasë për gjërat që i ka më për zemër, për tesaret e tij. Dhe kush e dinte këtë më mirë se Theodore Roosevelt, ai kishte një sekret të vogël, por genial. Para çdo takimi, s'kishte rëndësi nëse ishte me një kauboj nga perëndimi i egër apo një diplomat e lartë, Roosevelt qëndronte zgjuar deri vonë duke lexuar. Ai studionte çdo gjë që mund të gjente për pasionet e vizitorit të tij, sepse ai e dinte fare mirë se rruga më e shkurtër për të fituar besimin e dikujt nuk kalon përmes mendjes, por kalon përmes zemrës. Le të shohim një shembull tjetër që tingëllon pothuajse si një mision i pamundur. Një udhëheqës skautësh, një far Edward Chalef, kishte një ëndër, të dërgonte një nga djemtë e grupit të tij në një udhëtim në Evropë. Problemi i duheshin para, sigurisht, dhe ai vendosi t'ia kërkonte presidentit të njërës prej korporatave më të mëdha, një njeri që me siguri e numëronte kohën e tij në sekonda. Si mund t'ia dilte mban? Chalif bëri detyrat e shtëpisë dhe zbuloi diçka të çuditshme. Një detaj i vogël, por absolutisht kyç. Ky president kishte një trofe shumë të pazakontë në murin e zyrës së tij. Një çek të anuluar dhe të kornizuar. Por nuk ishte një çek do si do. Shuma në të ishte $1.000.000. Ky ishte Chelsea. Tani, shumica pajnes ndoshta do kishin hyrë, do kishin thënë shpejt e shpejt kërkesën dhe me siguri do ishin për zënë po aq shpejt. Por jo Chalif, ai hyri në zyrë dhe as nuk e përmendi fare skautin. As një fjalë të vetme për Evropën. Në vend të kësaj, ai pa drejt murit dhe tha: "Zotri, duhet të ketë një histori të jashtëzakonshme pas këtij çeku prej $1.000.000." Dhe me kaq, ia dorëzoi të gjithë skenën presidentit. Fytyra e presidentit u ndriçua. Ai foli me një pasion të jashtëzakonshëm për historinë e atij çeku, ishte një moment i madh krenarie për të. Dhe pasi mbaroi, para se Chalif të mund të thoshte qoftë edhe një fjalë, presidenti e pyeti: "Mirë, çfarë mund të bëj për ty?" Kur Chalif më në fund i tregoi, rezultati ishte thjesht shpërthyes. Ai nuk financoi vetëm një skaut, ai financoi 5 dhe i dha vetë Chalifit një letër krediti prej $1.000 për shpenzimet e tyre. E gjitha kjo, sepse Chalif e kuptoi se për të marrë atë që donte, fillimisht duhej të jepte diçka, vëmendjen e tij të plot. Merë, këto histori janë vërtet fuqishme. Por pyetja është, si mund t'i kthejmë në një mjet që mund ta përdorim çdo ditë? Si mund ta marrim këtë mençuri të Carnegie-t dhe ta aplikojmë në bisedën tonë të ardhshme, qoftë me shefin, me partnerin apo me një të panjohur? Le ta zbërthejmë në një plan fare të thjeshtë veprimi. Atëherë, ja cili është plani i lojës. Së pari, rregulli kryesor. Më pak të folur, më shumë të dëgjuar. Së dyti, duhet harruar ideja për të qenë interesant. Fokusi duhet jetë të jesh interesuar. Së treti, të bëhesh si një lloj detektivi bisedës, të bësh pyetje që i bëjnë njerëzit të ndihen të vlerësuar. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, të gjesh thesarin e tyre, atë gjën e vetme për të cilën syt u shkëlgjejnë, dhe të flasësh pikërisht për të. Kaq e thjeshtë. Dhe nëse duhet një kujtesë e fundit se sa thellësisht në përqendruar jemi tek vetja, Carnegie na jep këtë të vërtet, le të themi pak therrse. Dhimbja jon më e vogël personale peshon më shumë për ne se sa një katastrofë globale. Kjo nuk është egoizëm, thjesht është natyrë njerëzore. Dhe momenti kur kjo pranohet, jo për të gjykuar, por për të kuptuar, pikërisht ai është momenti kur dikush bëhet një komunikues mjeshtër. Kështu që ja një sfidë për t'u menduar. Sot, në bisedën e ardhshme, çfarë do të ndodhte sikur të provohej të hyej plotësisht në botën e dikujt tjetër? Ta bëjmë atë person heroin e historisë dhe veten audiencën më të përkushtuar. Mund të jetë befasuese se çfarë zbulohet, jo vetëm për ta, por edhe për veten. Faleminderit për vëmendjen.